Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na e ka mundësuar që të takohemi sonte të vazhdojmë shoqërimin tonë në përpjekje për me arritë më të mirën e asaj që mund të kuptojmë prej fjalëve të Allahut fuqiplot, mënyrë që të udhëzohemi dhe jetën tonë të organizojmë sipas atyre mësimeve dhe udhëzimeve. Sonte kam zgjedh me fol për një temë, në të vërtetë për një tërësi ajetesh, në pyetje janë 8 ajete, jo shumë të gjata, të shkurtra, po ato e përmbledhin një temë interesante. Aty kemi edhe rrafim, kemi edhe nxitim, kemi edhe emocion, kemi edhe arsye, kemi edhe besim, kemi edhe këshill. Kemi madje edhe diçka shumë të veçantë në fund, e që në të vërtetë si rrafim duhet të jetë shumë frymëzues për neve, për shkak se jetën e kësaj bote përballemi me situata të ndryshme. Nuk janë të gjitha të këndshme, madje nuk janë as shumica të këndshme. Rrallë gëzohemi, rrallë kënaqemi në këtë dunjë. Pjesa kryesore aty në që përjetojmë janë kryesisht pa kënaqësi, në të vërtetë të dyjat. Edhe kënaqësitë edhe pa kënaqësitë janë sprovë, prej secilës prej tyre kemi mundësi me fitu shumë, por normal, do të me ditë qysh me u xhind në ato sprova. E Kurani pa pikë dyshimi është plot e përplot mësime shumë konkrete, se qysh duhet njeriu me u xhind edhe me vepru edhe me reagu në sprova të ndryshme. Ajetet që do t'i trajtojmë sonte janë ajetet prej surës Yasin, nga ajeti 20 deri në ajetin 27. Edhe po e lexoj përkthimin që kemi pas shprehi edhe te surja Shuara, për ta pas më të lehtë pastaj me trajtu si temë. Allah i madhruar thot në atë që do të ishte kuptimin gjuhën shqipe, prej skajit më të largët të qytetit erdhi një burr duke vrapuar dhe tha: "O populli im, bindjuni të dërguarve." Bindjuni atyre që nuk kërkojnë asnjë shpërblim prej jush dhe janë të udhëzuar. E sidomos e adhuroj atë që më krijoi mua, dhe tek i cili ju do të ktheheni të gjithë. A të pranoj zotat të tjerë përveç tij, nëse i gjithëmshirshmi do të mos provonte me ndonjë të keqe. Ndërmjetësimi i tyre nuk do të më vlente asgjë dhe as nuk do të mund të më shpëtonin. Po të veproja kështu, do të isha vërtet në një humbje të hapët. Unë i kam besuar Zotit tuaj, prandaj më dëgjoni. Ati ju tha: "Ti hyrë në xhennet." Ai tha: si kur ta dinte populli im, përse më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve. Çto janë 8 ajetet, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7. Me kuptime interesante. Ngjarja si ngjarje është e shkurtër, rrafimi është i shkurtër, nuk ka shumë detaje. Në të vërtetë kjo ngjarje në këtë sure, në surën Yasin, pason atë përshkrimin që Allah i madhruar e fillon me "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun." Dhe përmend ju ti atyre, pra Allahu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përmend ju ti atyre një shembull. Edhe ai shembull është banorët e atij qytetit kur u erdhën pejgamberët. Idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalith. Kur atyre u erdhën
kur atyre u dërguam 2 pejgamber për një herë, ata i përgënjeshtruan ata, pastaj ne i përforcuam, i përkrahëm me të tretin. Para mendoni, 3 pejgamber, Allahu i madhruar ja u ka çu një vendbanimi, një qyteti që atë botë s'ka mujt me konë në i popull milionsh. Sigurisht që kanë qenë jo të shumë të numër, mirë po Allahu i ka përzgjedhur me çu pejgamber për me i kthjell, me i kandell edhe me i udhëzu. I ka çu 2, ata janë sjell keq, e ka çu Allahu i madhruar tretin. Pastaj ka vazhduar ai fërkimi, mos them përplasja mes tyre edhe pejgamberëve, trajtimi me mohim, me përgënjeshtrim, me mosbesim e kështu me radhë, edhe në një moment caktuar vazhdon ky zhvillim kështu, derisa ata banorët e atij vendit si pasojë e kryenëqësisë së tyre marrin vendim me i myt pejgambert. Krim konkret, më të madh se vrasja e pejgamberëve nuk ka. Po them krim konkret ose gjunah konkret, për arsye se edhe kufri edhe shirku janë gjunah prej gjunaheve të mëdha, edhe po të thonim s'ka gjunah më të madh se kufri edhe shirku, do të ishte e saktë. Mirë po, kufri mundet me qenë mohim, me fjalë ose me vepër, po kur bëhet me vrasje të pejgamberëve, atëherë është mohim shumë i fuqishëm, është një lloj lufte që njeriu me zgjedhjen e tij hyn kundër Allahut fuqiplot. Dhe prapë po e përsëris, nuk ka krim më të madh se sa vrasja e pejgamberëve. E pastaj në këtë pako hyn edhe vrasja e kujdo i cili thret në rrugën e Allahut fuqiplot. Dhe kur ndodh kjo përplasje me këto reagime, me këtë qasje të vrasht dhe agresive, Allahu i madhruar thot: "Wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a." Dhe erdhi nga cepi më i largët i qytetit një burr duke nxituar. Erdhi nga skaji i qytetit, domethënë ai qytet, ai vendbanim, paramendojeni si me konë një vendbanim në qytet i strukturuar, i rregulluar, kështu me radhë. Thot nga skaji i qytetit erdhi një burr yas'a me nxitim, pra duke vrapu. Qale ya qaumi ittabi'u al-mursalin, dhe tha: o populli em, ecni mas pejgamberëve. Ndiqni rrugën e pejgamberëve. Tash e pam Allahu i dërgoi 2 pejgamber, ata kundërshtuan, e dërgoi edhe tretin. Nuk është që pejgambert nuk ditën me e përcjell fjalën e Zotit, për arsye se këtë punë askush nuk e bën më mirë se ata. Mirë po, në të gjitha zhvillimet e historisë së pejgamberëve, pejgamberët kanë pas nevojë për përkrahës, për njerëz që ju rrinë ngat, i suportojnë, i përkrahin, e konfirmojnë vërtetësinë e tyre, edhe kjo ka ndodhur gjithmonë. Këtë pejgamberët kanë pas të këtillë. Në këtë rast edhe ky burri që realisht në këto ajete përmendet pa emën të përveçëm, mirë po unë mendoj se për te mjafton nderë dhe privilegj që mas pari Allahu i madhruar e ka përmend punën e tij në Kur'an. Kjo është e para. E dyta, Allahu e ka quajtur burr, se thotë nga cepi i qytetit erdhi një burr. Yas'a, duke nxitu. Do thonë duke dhënë mund, se nuk është me hec kadale edhe me hec shpejt, nuk është njëjtë. Me e bo një punë, hajtë se ka vakt, edhe me e bo jo me ngoti, po me nxitim. Edhe kjo ka dallim. Edhe unë mendoj se absolutisht nuk është qenë manerë, edhe si kur t'ja këshëm ditë emnin këtij burrit, hajtë supozojmë se i ka pas emnin kështu edhe kështu, filani i biri filanit, kur gjën nuk na e kështu as bindjen, as udhëzimin. Mirë po kur Allah i madhruar e përshkruan se ky njeri ka ardhur pes largo, edhe ka ardhur me nxitim, edhe është burr, edhe e përshkruan Allah i madhruar se çka ka thonë, atëherë aty e shohim se
përshkrimi i këtij njeriu për një mend është meritor për respekt. Edhe vepra e tij gjithashtu është meritore për respekt. Dhe për neve, gjithsesi ka frymëzime në këtë aspekt. Veç kur e përmend Allahu se ka ardhur nga skaji i qytetit, aty padyshim që tregon se për të vërtetën do të me u angazhu edhe do të me hecë e me shku deri ku të çojnë këmbët. Por jo me ecë ngadale për arsye se sfida e secilit punëtor, e secilit aktivist është koha. Tash një punë e cila kryhet për një ditë, nuk është sukses me e kry për 2 ditë. Një punë e cila mund të kryhet për një javë, nuk është sukses me e kry për një muaj. Po nëse është e mundën me e shkurtu kohën, atëherë do të ishte më mirë, ndërsa te përshkrimi i mënyrës së të ecunit të këtij burri e kemi një mësim interesant për punën e seriozitetit edhe angazhimet pa përtesë. Këtu Allah i madhruar pra i mëson të gjithë, në mes tjerash na mëson edhe neve se nëse dikush e njeh një të vërtetë edhe e ka, e posedon, ndërsa dikush tjetër ka nevojë për atë të vërtetë. E ajo e vërtetë mund të përçohet nëpërmjet këshillas, nëpërmjet thirrjes në rrugën e Allahut fuqiplot, atëherë ai që e posedon atë vërtetë, ai që e njeh atë vërtetë, e ka obligim me nxitu, me vrapu, për me shku deri atje ku dikush ka nevojë për atë këshillën e tij, ose për fjalën e tij, ose për udhëzimin e tij, i cili atyne mund të bëj shumë dobi. Ka ardhur nga cepi i qytetit, nga skaji i qytetit, kjo tregon se vendi ku jeton, a është qendër apo është periferi, nuk e paracakton se ai që jeton në qendër, ose atë shprehëm me shprehje ma konkrete, se qytetari ka me konë më i udhëzuar se katunari. Edhe pse, prapë nuk do të me mohu se zhvillimet kryesore, edhe vendimet kryesore, dhe ngjarjet kryesore bëhen nëpër qytete, nëpër qendra. Aty merren vendimet, aty edhe vet katunart për me kry punë shkojnë në qendër të qytetit. Po kjo si bën a priori qytetarët më të mirë se katunart, as anasjelltas. Pra njeriu nuk është i mirë nga vendi ku jeton. Njeriu është i mirë nga ajo çka përçafon, nga ajo bindje që e ka në brendin e tij, nga ajo mënyrë që organizon jetën e tij, besa edhe nga ajo që reflekton. Për arsye se në këtë rast, ata që kanë jetuar në qytet, në këtë rast, nuk janë përshkruar bashkë me përshkrim të mirë. Për arsye se Allahu i ka përshkruar si njerëz që Allahu ja u dërgoi 2 pejgamberë, ata i përgënjeshtruan, ata i refuzuan, ata pastaj Allahu e dërgoi edhe të tretin për me përforcu thirrjen e tyre, edhe si duket prap nuk u boni punë, sa që erdhë hesapi, ky burri pastaj me ardhur prej periferisë, ose mundet me konë edhe prej zonës rurale, pa ka rëndësi, po zhvillimi prapë bëhet në qendër. Pavarësisht kush janë protagonist. A janë qytetarët, a janë katunarët, a janë... Po shprejna kështu për me kuptu se nuk të bën njeri, as nuk të bën zotni, as nuk të bën besimtar, ose jo, veni ku ti jetan, edhe ku rren, ku i ki rezidencën. Mirë po të bën zotni edhe njeri edhe burë edhe gjithë shka, punat cilën ti e bën edhe ajo në qka ti beson. Edhe posaçërisht pastaj ajo për qka ti angazhohesh, se funit, ajo në qka njeriu beson, nëse nuk ka sa'i, që e përshkruan Allahu këto, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Yes'a do më thonë, angazhohet me nxitim. Nëse s'ka angazhim me nxitim, edhe ajo çka njeriu mund ta quaj bindje ose besim ose çndrim ose akide ose çuje çka dush, nëse s'prodhon fryte në dunjë,
problem me prodhu fryte edhe në ahiret. Pra një besim që e quajnë njerëzit besim, i cili nuk prodhon qëndrime, fjalë duhuna, veprat duhuna, sjellje e kështu me radhë, ndonjëja qysh me menu, qysh me shpresu, që e njëjta bindje, e njëjti besim, e njëjta akide, ka me i bo dobi që ati njerët në ditën e gjykimet. Për arsye se, ndoshta në qëto që ka po thëmë, ma shumë se kudo tjetër bëhet e qartë pse ekziston debati imani, a është veç besim, apo është besim, fjalë dhe vepër, që është thënë ehl suneti. Sigur ti është veç besim, atëherë një pjesë e madhe edhe e mushrikëve të Mekës në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të quheshin besimtar. Sikur i ke pyet ata kush i ka kriju qiellin dhe tokën, kanë thonë Allahu. Sikur ti është veç besim, do të quhej edhe Iblisi besimtar, për arsye se Iblisi kurse ka mohu Allahun. Madje Allahun e ka konsideruar me respekt Iblisi, e ka njoft mirë, po problemi i tij ka qenë mosbindja. Realisht mos konfirmimi i atij besimi ose i asaj konsiderate me diçka konkrete. E ky burri e ka dëshmuar veten se është besimtar. Pra, ardhja e tij prej skajt qytetit dëshmon se thirrja e pejgamberëve, ani pse njerëzit janë përballë me ta me refuzim. Tham, erselna ilehim uthnejni fakadhabuhuma, i dërgum 2, ata i përgënjeshtruan, fa'azzazna bi thalith, e qumë tretin për me e përforcu. Për një mend ka pas rezistencë në qendër, aty ku janë marrë vendimet, po kjo në asnjë mënyrë nuk do në me thonë që thirrja dhe daveti aty në pejgamberëve ka qenë pa fryte dhe pa rezultate. Për arsye se ardhja e një burri prej skajt qytetit me nxitim, edhe ajo që ky burr ka thonë, ka deklaruar që do ta trajtojmë duke folë për ajetet në vijim, ajo është dëshmia më e mirë se daveti aty në pejgamberëve megjithatë ka qenë i përhapur. Ka rrinë skajt qytetit, po ndoshta në qendër s'ka gjetë shumë pranim. Edhe në këtë formë janë bo zhvillimet gjatë historisë të pejgamberëve, gjatë historisë të popujve të tyne. Domethënë, kanë besu njerëz të largët, s'kan besu të afërt. Pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas për axhallarëve të tij që si kanë besu. Ndërsa për krasit e më të mëdhej, i ka pas do që, ani pse ka pas edhe familjarë, sikur Aliu radiallahu anë, mirë po Ebu Bekrin, Omerin e Uthmanin i ka pas pak më të largët. Zubairin e ka pas nip, djalë të hallës, po disa tjeri ka pas më të largët, e ka ardhur koha dikur më vonë edhe prej viseve më të largëta me pranu islamin edhe me u bë besimtar të dëshmuar. Përderisa në të njëjtën kohë ka pas njerëz shumë të afërt që realisht nuk e kanë besu. Ebu Lehebi ka qenë bash axha i tij, sallallahu ala nabiyina Muhammed, ndërsa nuk e ka besu, përkundrazi ka qenë shumë armiqësisht i disponuar. Këto ngjarje dhe këto zhvillime pra na japin me kuptu se besimi nuk është detyrimisht i lidhur edhe i kushtëzuar me afërsinë farefisnore ose me lidhjen biologjike. Mirë po kur arrihet edhe lidhja e besimit, e aty është edhe lidhja farefisnore edhe biologjike, atëherë aty ndodh mrekullia, për arsye se çajo lidhje konfirmohet në shumë mënyra. Pra, na si besimtar i themi njëri tjetrit vëlla. Vëlla filani, vëlla fisteku, vëlla haxhi filani, vëlla filon hoxha, këtë vllazën innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët veç si vllazën funksionojnë. Mirë po paramendo me e pas një vëlla, të babës të nanës. Edhe plus vëlla këto, ajo bëhet mrekulli, bëhet vëlla me të shdit. Vëlla i dyfisht edhe përkundrazi, domethënë kjo është më e mrekullueshme edhe më e mira. Edhe kjo ndoshta në mënyrën më të mirë e drejton ose e rregullon atë prej shumë debateve që disa prej tyne për një me janë ekstrem të panevojshme, po ja që kemi qelluar qëto, e flasim që të gjuhë dhe i takojmë shtinën qielli, saj kulture, masane kemi
kemi prirje me hap tema, a ma të nga të kini musliman, kinez, ose arab, ose indian, ose qka të qoftë, a një shqiptar i cili nuk e përfaqëson ose nuk e përqafon besimin islam, cilin e ki ma të nga të. E para, ju e dini që na s'kem nevojë me shku me eliminime, mirë po i gjon njeriu me cilin ki ma shumë pikat përbashkëta, që aty bëhet hesap edhe afërsia. Që do me thonë se nëse një njeri e flet gjuhën tonë, i takon vendit tonë, i takon popullit tonë, po e ka dhe besimin tonë, që ato e kemi ma vllasen i të huj atje. Shumë e thjeshtë është kjo. Po nëse një i joni këto që mundu me e pas edhe në shpe, po me bindje është armiqësisht i disponum ndaj neve, ato e ki vllatë zorit, se ke zgjedhë me e pas ADN-n e njëjtë me to, mirë po një pak ma të larë këta tjetë, një mahalle tjetër, a i të bëhat ma vlasë që me to, që me thonë, të takojnë shumë ma shumë pikat përbashkëta. Qështu rregullohen këto punë aty ku ka logjik, ndërsa debatet e tepërta në këto tema janë zakonisht në ato vende, në ato shoqëni ku logjika nuk e ka funksionin e duhur. Por që ata veç të na, ose të ndonjë popull si kur na parafërsisht qështu, i gjon ato temat, a feja, a kombi, a muslimani i bardh, a muslimani i zi, a kjo, ajo, muhabetet që fjeqëbrësisht dashtë me i diskutu, se funit me e marrë na me i lexu ajetet e Kur'anit, e hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë prej ajeteve nuk na detyrojnë me u armiqësu me njerëz vetëm pse filoni me nën ndryshe prej teje, ose të themi edhe nëse beson ndryshe prej teje. Allahu nuk na ndalon me ju bë mirë edhe atyre të cilët nuk besojnë si kur na. Në Kur'an i kemi ajetet të qarta për këtë punë, përderisa ata nuk na armiqësojnë. Do të thonë, Islami është shumë miqësor, Islami është shumë bamirës me ata njerëz që e meritojnë miqësinë edhe bamirësinë, edhe kërkosh më mirë se Islami nuk i promovon vlerat e këtilla. I njëjti motiv. Majnin mend që të fjali që po du me thonë se s'jem të dalë pej teme. I njëjti motiv që këtë dashamirësi e skajshme, cilën unë vazhdimisht e përmeni, kur kena folë për pejgambert edhe rrëfimet e tyre në surën Shuara, apo ju kujtohet, po thujsin në fillimin e rrëfimit se cilit pejgamber e kemi pas atë thonjën e famshme, inni lekum nasihun emin. Unë jam për juve një këshillues besnik. Dashamirësi e skajshme. E njëjta gjë, i njëjti motiv, e njëjta dashamirësi e ka shti këtë burrin me u çu pa asnjë interes. Pa asnjë interes, hiç materialet e të përbatshëm. Me ardhë të nxitu. Edhe situata ka qenë serioze, s'u kon puna aty veç me ardhë, me thonë një fjalë edhe me u kthy. Nuk u kon veç me ardhë, me thonë një fjalë edhe me u kthy. Po situata ka qenë aq serioze sa ky e ka ofru në investim jetën e vetë. Ka ardhë duke nxitu, edhe e ka thonë atë thonjen e famshme, ja qaumi, o populli em, ittabi'ul mursalin, e cëni mas pejgamberve. E këtë fjalë, ja qaumi ittabi'ul mursalin, e ka thonë një situatë kur debati ka qenë shumë i zjartë. E thash, ata kanë vendosur me i vrap pejgamber, tash paramendo një shoqëni, ose një grupacion, ose quje një pushteta, një mretnia, një qka dush, me vendos me ekzekutu dikan, edhe tash me uqu dikosh prej skejt qytetit me ardhë, në mbrojtjet që atyne që shteti po dënë me ekzekutu. Qka bëhet me qëtë njeri? Edhe me ardhë, mos me ju thonë, a pi falni për hatër temin se janë 3 axhami, kanë gabu, s'kanë ditë çka po bojnë, po me ardhëm ju thonë këtyne, jo, që ta njerës që ju po doni me i qu pashtë, që ta njerës doni me i të gju. Mas hynë njerëzve do të me shku. Për arsye se këta e në ata cilët e qartësojnë edhe e ndriqojnë edhe e definojnë rrugën e drejtë. Edhe ka ardhë, i ka thonë 2 fjalë të shkurtra, ja qaumi, o populli em, ittabi'ul mursalin, ku secili prej këtyne 2 fjalëve ose fjalive të shkurtra,
është mësim në vete. E para, ja qaumi o populli im, është thirrje dashamirëse, thirrje me shumë dashni, me shumë respekt, thirrje për afruese, nuk është thirrje për qarse. Këtu na duhet me mësu, pavarësisht çka thojnë e çka mendojnë njerëzit, na duhet me e gjetë për me komuniku me cilin do. Për me komuniku me cilin do, duhet me e gjetë një pikë të përbashkët me ta. Nëse i takon popullit tënd, etnisë tënde, i thu, o bashkëkombasia, ja qaumi është që kjo, o populli im. Në atë kohë kur po flasim, ndoshta si nkon në shoqëni të organizuar në kombe në atë kuptimin e sotëm. Po kryesorja kanë qenë shoqëni të organizuar ose gjysmë të organizuar, edhe në të gjitha rastet edhe rrethanat, edhe pejgamberët e kanë përdorur këtë, thirrja e tyre ka qenë tu e kap pikën e përbashkët. O populli im, o bashkëkombasit e mi, o bashkëvendasit e mi, o gjithë me dikon mundesh me gjetë një pikë të përbashkët, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse komunikimi nuk fillon me qita, atëherë nuk është dashamirës. Ti në brendin tonë mundesh me konë shumë i përzemërt, edhe shumë dashamirës, por nëse të afërmit tu, ose të njofshmit tënd, ose kolegut tënd, ose familjarët, ose kujt du, nuk e thirr me këtë thirrje dashamirëse, atëherë vepra jote nuk është dashamirëse. Ti mundesh shumë me e pas për një me dhe me e pas mirë me zemër, mirë po në konkretizim nuk je i duhuni. Për çfarë arsye? Për arsye se krejt pejgamberët që kështu kanë vepru, e kështu ka vepru edhe ky burri që Allahu po na e sjell shembullin mes tjerash, po ma thot një mendje, por mos më na lën neve hapësirë me thonë, po pejgamberët e kanë pas kollaj, se Allahu i ka përzgjedh, Allahu ka menaxhu me ta, Allahu i ka dirigju, edhe Allahu si ka lënë me gabu. Neve Allahu s'po na mbron pej gabimet. Mundu me thonë që shto, po çka mi bo këti burit s'u kanë pejgamber? Ka ardhur me nxitim, e ka qitë jetën e vetë në rrezik, edhe prapë është sjell me këta njerëz me një dashamirësi të skajshme. Mas pari i ka thirr, o populli im, që menoj se hapja dhe fillimi i komunikimit ka rëndësi të madhe për suksesin e asaj çka pason, që ne sot nëse i shohim musliman, po flas për musliman të trevave tona, tu ja nis prej neve hoxhallarëve. A e kena retorikën diqysh si përjashtuse, si përqarse, si me i thirr ata me cilët komunikojmë edhe bisedojmë, si kur me i thirr, apo na dilni fera, apo do një morre, apo do një s'është thirrje dashamir se kja. Si jemi në konkurencë me kërkon, na e kemi një gjë, cilën konsiderojmë se është e vërtet, përveç asaj konsiderojmë se është shumë e bukur, shumë e mirë, po kur e prezantojmë keq, e bëjmë të shëmtume. Edhe mundet me na shku menja me thonë, a është e mundun që kjo, unë ju tregoj atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Butësia në çdo gjë që e shoqëron e zbukuron. Që do me thonë, edhe ndonjë gjë të keqe, kur bëhet me butësi, ose thuhet me butësi, ajo mundet me tingullu bukur, edhe e kundërta. Nuk largohet prej asnjë gjaje butësia e që të mos e shëmtoj. Që do me thonë edhe gjane e bukur, mungesa e butësisë e bën me tingullu shëmtum, keq, jo këndshëm, jo bukur. Andaj këtu, për një do të mjafnu mendjen në çfarë do forme të komunikimit që kemi. Se tash nuk kemi veç na hoxhallarët që flasin për fe. Se cili për juve flet për fe, se cili për juve e bën një status në rrjetet sociale, e bën një koment, një kështu, edhe për një mend kur i këshyri ka njëherë vllaznit ton, besimtarët ton, pak dallojnë prej atyne që përhalisht s'kan kible, jo vetëm të besimit e të ibadetit, po as të sjelljes, as të folënit, as kështu me radhë, ata shaj, këta shaj, ku po jetë dallimi.
ku me u udhëzu një njeri pa ngarkesa, edhe i pa anshëm, ku me ditë kur ishe tu përla dy njerëz, njëri besimtar, njëri jo, ku me ditë cilë e ka mirë. Kur në sjellje dhe në qasje nuk dalloj. Ai shan, ky shan. Kur i thu këtij besimtarit, ki frikë Allahun, pse kështu? Më provokoj, më ka prek aty ku më dhem mas shumti, më ka prek në Allahun, më ka prek në pejgamberin, më ka prek në Kur'anin, ka prek, Allahu po i duron, prej se ekziston njerëzimi, me njerë vonë, me njerë mas Ademit a.s. Kanë fillu njerëz me i bo shirk Allahut. Nuk ka gjoma të shëmtume se kjo Allahu e toleran. I thojnë Allahu të gjithë shka, Allahu i toleran, është i plot fuqishëm, ti funit kërkosh sije që me uqu me thonë po hakmerë, ose po bëjti qka. Andaj, duhet të jemi shumë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm këtë aspekt, për arsye se mes tjera është dallimi ka të beje në rushtu min el gaj e sakta për të lajthitunës, jenë të qarta, mirë po nuk mundet dikush me e kuptu kush e ka mirë, kur ishe njerëzit të usil keq, edhe ata që i thojnë vetit besimtar. E pejgambert Allahut nuk jenë konë qështo, edhe ky burri që Allahu për në esil shembullin e ti nuk u konë qështo. Fillimi i ti i komunikimit me popullin e vetë ka qenë me dashamirësi, o populli e para. E dyta, ai nuk i ka thirrë të vetja, që ka thonë, o njerëz, hajdini të unë, ose, lemani mu se unë ja u zgjidhi këtë problem. Që ajo kom problem serios, kanë me u ekzekutu njerëz, se po thrasin rrugë të Allahut fuqiplot, që vdekja e 1, 2, 3, 5 njerëzve duke bën kiametin, mirë po, frasja, sigur se thash, e një pejgamberi, një të përzgjedhunit të Allahut, një është përpjekje për me evra të vërtetën, se ti po evran ato që ai përfatëson. As ta ka shkel mexhen, as vështë ta ka prish Terezin, se ka thonë Zotin do të me adhuru, e ti po thuj, ja, mu duhem me adhuru. Ka thonë faraoni, ja ehle Misra, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. O banorët e Egjiptit, unë e s'di që ju keni ndonjë zot përveç meje. Për që ta Musa a.s. o konë ka që i urrym të faraoni, s'kam pas kur far as tregtia, as mos marrëveshje, as mexhen me demarku. Vetë që tu o konë probleme. A i ka thonë, unë jam zot, kjo ka thonë, jo, zot është Allahu, s'ka zot tjetër. Edhe që kjo ja ka prish Terezin faraonit edhe, është dasht me vepru ashtu që ka vepru. Edhe njerëzit kanë, qështu për ndryshe veprojnë, e i burri ka ardha dhe ka thonë, s'ka thonë unë ja u rregulloj këtë punë, ka thonë o njerëz, këfilluni. Është momenti i fundit që ju me e kuptu se veç rrugën e pejgamberve duheni me ndjek. Edhe e thash o konë situata shumë serioze. A i koronis për i shpiz vetë atje, në skajt qytetit në periferi, e ka ditë që s'kthehet ma, se po hyn një vorbull, ose po hyn një betej për e cilës nuk dilet. Po menoj, nuk dilet i gjallë, po fiton njeri, se dhaj që vritet, ka beteja plot, njerëzit vritën, mirë po fitojnë. Edhe kjo ka fitu, edhe kjo burri ka fitu. Për arsye se, mas pari po ju thot, pasojni pejgambert. Une me këta burra, me këta pejgamber, kur gjo nuk më lidh e veçant, as familjare, as farefisnore, as biologike. Mirë po une e kam besimin sikur këta. Këta, apo dërmi ju të regu pse e kanë mirë këta burra, se këta s'jen të lypë kur farë shpërblimi për punën që e bojnë. I të biu me la yes'alukum ajran wa hum muhtadun. Heci mas këtyne që kur gjës jenë të ju lypë, vës të ju ofruja. Edhe jenë të udhëzum. A i cili e ndjek këtë rrugë, do të me koni udhëzum. Zban me thonë, Islami është feja e vërtet, Islami është maj miri, ma kështu, kur vjen e sapi me dvetë, qka hajtë kalëzëm, qka o Islam, pra se përdu mu bo, valla, nuk e di. E nuk jenë qështu pejgambert, nuk jenë qështu as ata, të cilët kanë ecë rrugës së pejgamberve. Pastaj ky fillon me ju tregu për veten e vet, wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Pse unë të mos e adhuroj atë që më ka kriju
ndërsa kthimi i jam edhe i juaj është tek ai. Dy gjëra të thjeshta. Ka kemi ardhur, që Allah na ka kriju. Ku do të shkojmë, tek ai do të kthehemi. Kanë me adhuru tjetër. Do thonë tash po fillon me një komunikim logjik me ju tregu atyne do më thonë me ju tregu arsyen e besimet. Inni idhe lefi dalalin mubin, për ndryshe, qysh do të veproja ndryshe, do të isha në një lajthitje të qartë, pastaj fillon me u përmend pak edhe besimin e tyne dhe kotësin e ti, e ettekhidhu min dunihi alihatan, i yuridni ar-Rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. A mos po doni që unë tash të marr edhe të trajtoj për zotër tjerë përveç Allahut, që sikur këta tani, këta që na po ju thojmë zota, me dashur me na bë diçka, jo, me dashur Allah me na bë diçka, këta s'munën me na mbrojt prej Allahut, e as me na shpëtu. Edhe që to përfundon aktiviteti i këtij burri. Kur'ani nuk e përmend me detaj, por kuptohet. E përmendin edhe historiant, e përmendin edhe interpretues të Kur'anit, se si pasojë e këtij angazhimi, ka ardhur me nxitim, edhe çka ka folë, çka ju ka thonë, e përkon është angazhuar në mbrojtje në përkrahje të kujt ka dhënë mend, si pasojë e kësaj si duket e kanë vrarë edhe këto. Për arsye se dy ajetet vijuse nuk japin me kuptu diçka tjetër përveç kësaj. Tash Allahu thot, qila lahu udkhul al-janna. Ati i u tha futu në xhennet. A keni nina e herë në njerit gjallë me ju thonë futu në xhennet, kërkuj si ka thonë futu në xhennet. Kur të vdes, njeri futet në xhennet. Si mas gjitha gjasave, i është thonë futu në xhennet, me njëherë mas i ka vdek, shpirtit ti i është thonë futu në xhennet. Edhe kjo është shumë madhështore, për arsye se njeriu, si mas punës që ban, si mas angazhimit, investimit, sakrificës, ashtu e merr edhe shpërblimin. Edhe për nga cilësia, edhe për nga sasia, po kisha thonë edhe për nga shpejtësia. Shpejt, hynë në xhennet, ata që sakrifikojnë ma shumë. Ata tjerë të jesin të pritë në berzakh çka do të bëhet, i shijojnë do aromat të xhennetit, besimtarët, mirë po hymja e tyne, se nuk i kam pagu ato biletat e shtrejta, për me u futë në xhennet. E këti i është thonë futë në xhennet. A e dini çfarë reagimi ka pas? Reagim ma madhështor, s'keni dëgju. Hala, po i shkon menja, qysh me mujtë edhe qëta njerës të mi, qëtë popullin tem me i marë në xhennet, thët kali ja lejtë qaumi ya'lamun. Sikur populli jem ta dinin. Sikur ta dinin qëta që më vrajten, para menda, besimtar, po angazhot për të vërtetën, si pasoj po e pagun me jetë. Allah po i thot futu në xhennet, a i hala po lakman edhe ata të këshim besu, të shinkon me mu që të në xhennet. Nuk po gjenë forcë për me urry, për urrejtje, për arsye se xhennetliu nuk urren. Kështë të thonë besimtari nuk urren. Jo, xhennetliu nuk urren. Besimtari urren. Se nga njerë të plasin zemrën, po s'do të me urrejt, prap. Ai hala po thot, ja lejtë qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin, sikur ta kishin ditë ata qysh Allahu më fali edhe më ndëroi shumë. Halos po thot, ata faqezit, qëre unë e ku erla, ata faqezit kanë me shku në xhehenem, kanë me bokshtë, jo, thot sikur ta dini dhe ata qysh Allahu më fali edhe më ndëroi shumë. Në rrugë vllazën, çto ajete ju kisha lut, lexojeni 20-27, surja Yasin. Se për një men si rrafim është skajshmërisht frymëzues. Edhe për secilin prej neve për një men është një lloj motivimi i cili nuk na lën me u dëshpëru edhe atëherë kur na e prishin qefin fort, edhe atëherë kur ndoshta mund të na kërcënojnë edhe të na rrezikojnë edhe të na megjithatë besimtari është çështo se funit jeta e kësaj bote është jetë e sprovës, si e këtill është kalimtare, si e këtill është shumë e shkurt, ndërsa në momentin e vdekjes
Në momentin e vdekjes fillon jeta. Ata që nuk besojnë jetën në vdekje në ringjallje, mundet me tingullu si palavër kjo, si diçka asi, ama për besimtarin, në momentin e vdekjes fillon jeta. Shumë ajete, shumë hadithe në vërtet, kanë ardhur nuk e pengon asgjë për me hyrë në xhenet përveç vdekjes. Domethënë, para se me vdek s'mundesh me hyrë në xhenet. Në momentin që vdes hapet mundësia me hyrë në xhenet. Të paktën shpirti deri në ringjallje. Në xhenet është gjallëria. Në xhenet është jeta e vërtet. Në xhenet është edhe kjo vetdije ka që lartë e këtij besimtarit i cili për një vend meriton me e quajt mësues i besimtarëve. Mos pejgamberve që si modele do të me marë, edhe për me konsideru si modele të frymëzimit më të mirë. Allahu ju rujtë ju shpërbleft për vëmendjen, shpresoj që s'ja kemi huq me temë, shpresoj që kemi thonë diçka e cila na bën dobi. Qëllimi ka qenë me zgjedh një temë vërtet të frymëzuese. Vazhdojmë inshallah ditët që vjen me takimet e radhës. Jo vonë, shpejt, inshallah, do të fillojmë një temë të reja, si temat gata, që shi kemë zanat, po kemi thonë veç hajtë vera dhe të kalon, qështu me tema të ndame. Allah i rujtë, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilejk.